por rezultati I zgjedhjeve do ta tregoj pastaj dhe kjo gjë I takon patjetër strukturave të partisë, kryetarit, të vendosë çfarë do bëjmë ne pas zgjedhjeve, pasi kemi një besim të paimagjinueshëm nga të gjithë qytetarët. Qytetarët, votuesit tanë që ne takojmë, jo vetëm në zgjedhje, po ne takojmë votues gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë muajve, gjatë gjithë ditëve, ka hyrë një program PSD-ja në zgjedhje, ka një program? Ndryshe nga forcat politike që kanë qeverisur këtë vend në 34 vite tranzicion, ku unë do thoja që qytetarët thonë gjithmonë, na ka ardhur në maj të hundës si me PD, si me PS-an. Jemi tango për. Ua kemi dhënë shansin, mundësinë të dy partive. E kam pasur të dy mundësinë të tregojnë se çfarë mund bëjnë për qytetarët. Dhe situata sot ku ndodhen qytetarët e demonstron shumë qartë se çfarë kanë bërë këto forca politike. Nëse këto forca politike që kanë qeverisur këtë vend paraqiten te qytetarët vetëm në muajin e zgjedhjeve, Partia Social-Demokrate jeton me qytetarët. Është pranë tyre në çdo moment, sa herë ato ka nevojë. Ju përgjigjet në çdo kohë, në çdo orë, edhe në 2 të natës përgjigjet për qytetarët. Pra kjo e diferencon Partia Social-Demokrate. Ndryshe nga forcat tjera politike. Pra Partia Social-Demokrate jeton me njerëzit, është për njerëzit dhe vjen nga njerëzit. Vjen nga këto qytetarë. Jeton me qytetarët dhe është për qytetarët. Partia Social-Demokrate me besimin që gjen te populli shqiptar do jetë surprizë këto zgjedhje për 11 majin. Pra është një mundësi që do jepet kësaj Partie Sociale. Kur flisni për surpriza, sa mandate synon PSD-ja? Ka një Partia Social-Demokrate ka një target për të arritur? Eksaktësisht nuk mund ta themi dot shifrën, pasi ne gjejmë shumë optimizëm të qytetarët, por minimumi do thoja 10-15 dhe ky është minimumi.